Qindra nxënës në qarkun e Korçës, të cilët kanë plotësuar kriteret e nevojshme, kanë mbetur pa përfituar bursat për këtë vit shkollor, për shkak të një numri të ulët të përfituesve, të vendosur nga Ministria e Arsimit. Sipas specialistes së zyrës së Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi, levatare, janë të shumta ankesat që kanë mbërritur nga familjet e këtyre nxënësve, të cilët kërkojnë një zgjidhje për situatën. Numri i bursave që kanë ardhur i kuotave që ka ardhur nga Ministria është tepër i ulët, nuk mund të flas vetëm për Bashkinë e Korçës, por mund të flas për të gjithë rajonin e Korçës. Është nga 600 që ka qenë kërkesa për Korçën, nga 140 që ka qenë për Devollin, nga 200 që ka qenë për Pogradecin. Ata kanë marrë një numër shumë të vogël, Korça ka marrë 200, Pogradeci ka marrë 47, ndërkohë Devolli ka marrë 11. Pra mund të themi që edhe pse të gjithë familjarët janë përshtatur me kriteret, i kanë përmbushur kriteret e VKM-s 666, përsëri ata nuk mundet dot që të jenë përfitues të kësaj burse. Për të zbutur disi situatën edhe nga vetë bashkitë, është miratuar një numër i caktuar bursash për këta nxënës, por ende me qindra të tjerë kanë mbetur pa bursa. Në këto kushte i është kërkuar Ministrisë së Arsimit që të miratojë një tjetër fond për nxënësit, të cilët plotësojnë kriteret. Ne po na lind një problematikë në disa shkolla të rajonit të Korçës që fëmijët nuk po i çojnë në shkollë për shkak të mosmarrjes së bursës. Ai thotë unë nuk kam se ta çoj, domethënë nxjerr një barikadë të kësaj natyre dhe kjo bën që dhe fëmia nuk po e frekuenton siç duhet shkollën. Janë familje me të ardhura shumë të vogla ekonomike. Janë ato familje të cilat kanë prindër familjarë që janë persona me aftësi të kufizuar. Janë ato familje të cilat janë me një prind ku një ndër prindrit ka ndruar jetë. Pra janë vërtet kategori që duhet të ndihmohen. Pra ne në këtë rast themi që Ministria e Arsimit duhet të bëjë një ndryshim në dhënien e një kuote akoma më të madhe për të gjitha bashkitë, jo vetëm për të rajonit Korçës, por për të gjithë Shqipërinë. Ky nuk është viti i parë që numri i bursave të miratuara është më i ulët se kërkesa e nxënësve.